jemi rikthyer nderuar të shikues, debatonim për pjesën e parë që kaloi, domethënë sepse ja vazhdojnë, edhe pasi mbyllim ne që komunikojmë me ju, vazhdojmë këtu të flasim, se ne dhe kjo detyrë është që flasim përgjithësi. E tham tani që bëra dhe një gabim, ndërkohë se gabimet kjo botë është bërë shumë e çuditshme. Zonja Xhama do të jetë në studion 2 për të folur për problematikat ekonomike që ndodhen në vendin tonë me luftën, se lufta ka trokitur veteriner. Është këtu, është e nafta, është të gjitha problemet, mund vide të ndërlikohet edhe më shumë, po dhe ndonjë gjë për situatën ekonomike në botë. Pra, lufta në Iran ka hyrë në një fazë të rrezikshme, shumë të rrezikshme, me ultimatume të vazhdueshme të presidentit Trump, me ultimatume, siç u thash, të përditshme. Po flisë sot gjatë gjerësisht. Ja, ultimatumi i fundit para se unë të bëj prezantimin. Ultimatumi i fundit i Trumpit. E marta e 7 prillit do të jetë dita e termocentralit dhe dita e urës, të gjitha në një, në Iran. Diçka e tillë nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Hapeni atë ngushticë të mallkuar, ju bastard të çmendur, ose do të jetoni në ferr. Do ta shihni. Falënderimi i takon Allahut. Jo Allahut, i Zotit. Zotit. Pse e kam për këtu gabima? Po Godi, thotë. Po të njëjtën gjë. Po God, Zot, Allahu, njerëz tani, Allahu thotë andesi se Para përdor Trump. sipas gjuhës tani. O i Trumpi kishte thirrur njerëz aty për të i thoshin Krishtat, i thoshte një nga këto. Jo, i tha je Mesia, i tha je. Mesia i tha, Trumpi i bën gjitha burr. Pra presidenti Trump, siç e pat, ka bërë ultimatumin e ri për Iranin, i cili mbaron ditën e nesme. Ndërkohë Irani ka refuzuar pushtimin dhe i ka kthyer Shtetet Bashkuara të Amerikës përgjigje në 10 pika. 5 pika bëri herën e kaluar, 15 pika bëri Amerika dhe sa pika bëri Irani herën e parë? Herën e parë ishin 3 pika fillimisht. 5. 3, pastaj ka 5, pastaj 10. Sot ka bërë 10 pika Irani, ndoshta do bëjmë shumë në të ardhmen, ditët që vinë, nuk e dim, nuk jemi të qartë. Mes këtyre zhvillimeve, ekonomia botërore vijon të pësoj demet të jashtëzakonshme, të konsiderueshme, dhe për këtë dhe për demet, sidomos në Shqipëri, për në të shkretet, mua do të më Ola Xhama, në qoftë se është gati, ma të jepte studio 2 edhe Olën, krahas. Do të flasim për problemet ekonomike tani këtu, që vinë nga aeroporti dhe nga bankersi, se bankersi e mori naftën. Po dhe naftën që sjellim tani, u ngrit për shkak të luftës së Iranit, dhe do vjen të flasim pak. Faleminderit se bëra gabimin unë që ju thash. Tani, Ermir Gjinishi, Baton Haxhiu, Marlin Laçi dhe Egon Loli janë në studio me mua, përveç edhe Ola Xhama që do na flasë, do na ndryjë nga studio 2 për këtë problem. Tani zoti Gjinishi e dëgjove Trumpin, ti ai tha tani bastard, bëni gati, bëri thirrje fort. Dhe çdo ditë ai, domethënë, po lëshon një ultimatum shumë të madh, çfarë po ndodh deri tani, se ne jemi në tension dhe vazhdimisht të diskutojmë këtë problem. Domethënë, kemi një ultimatum 40 dhjetor dhe s'ka don nesër në orën 8. Ç'mendon tani ti? Dhe ç'mendojnë të... Tani, kjo çështja e ultimatumeve teknikisht është fazë interesante sepse palët konflikt kanë nevojë për frymëmarrje, tolerojnë njëra tjetrën. Por nëse bëjmë një kalim në retrospektiv, filloj me 4 ditë. Koha që i ofroi presidenti Trump Iranit për reflektim. Ndryrë gabim, po ma shkruajnë, e ka shkruar vetë Allah. E ka shkruar vetë? Po, Donald Trumpi e ka shkruar vetë Allah dhe ma dërguan dhe me foto. E kuptueshme pse? Bravo. Ja, ku thotë? Se i drejtohet target grupit caktuar. Donald Trump prays to be Allah. Po, Allah ka shkruar. Allah ka shkruar vetë. Ne jemi se mos i ngatroj gjërat. Por mos na... Ore ai thret Allah dhe çfarë duash ti, vazhdo. Ta përmendje që konvertohet apo s'ka lidhje? Po zotri tani nuk e di tani këtë gjë, po thot shkruan Allah vetë. Po pse, biznesi pranon këto gjëra, ne kemi histori interesante. Përveç kësaj neve kemi të freskët, se kemi edhe kryeministrin Feshëtitës. Hajde. Nuk është diçka surprizë, më tonë. Po. Po thoja që fillimisht u la 4 ditë, pastaj kalojnë 10 ditë. Pastaj u dhan 2 herë nga 48 orë dhe ditën e martë nga ora 8 mbaron ky. Nesër domethënë mbaron komplet afati që ka
lënë presidenti Trump Iranit dhe gjitha institucioneve atje për të patur një reagim ose për të pranuar ofertën e tij. Ndërkohë që është e ndjeshme të themi që ka një ngërç të madh midis qëndrimit politik dhe qëndrimit ushtarak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ushtarakët kanë pasur kritikat e tyre ndaj luftës, që në fillim të herës. Edhe lirimi nga detyra javën e kaluar shefi i shtabit tregonte pikërisht të lloj acarimi. Ka një përplasje domethënë ndërmjet politikës dhe ushtarakëve që e bën situatën të paqartë. Me të vërtetë kemi një dëshirë për armë pushim dhe për zgjidhje, apo thjesht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë të stabilizojnë tregjet, marrin kohë dhe përgatiten për një goditje të madhe, sepse mos harrojmë, janë 80% të gjithë kapaciteteve të raketave Cruise, sidomos to llojet që janë të padukshme, do të pakashme nga radarët, të cilët janë ofruar në lindjen e mesme. 80% kapacitetet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë. Trump ka patur një reagim të ashpër me një retorikë e cila nuk i shkon për shtatë dhe ne jemi mësuar tashmë me retorikën e presidentit Trump kur thot bandit, i linçon domethënë kundërshtarët e vet, ndërkohë që ka humbur, si thua, etikën e komunikimit si një president i një shteti të madh. Tani, ajo që është interesante këtu përveç retorikës e cila është pjesa më pak interesante e presidentit Trump, është në tekstin, në gjitha thëniet e presidentit, tashmë nuk flitet më për regjimin, nuk flitet për gardën, nuk flitet më për sistemin. Dhe presidenti Trump po kalon nga lufta me sistemin në luftën me gjithë Iranin, sepse përmend shkolla, përmend ura, përmend infrastrukturë. Termocentralet që do të jetë një herë këto. Dhe gjitha këto, zoti Rakipi, në ligjin ndërkombëtar, në të drejtën ndërkombëtare, përbën krime kundër njerëzimit. Dhe përgjithsisht Shtëpia e Bardhë dhe presidentët e mëparshëm kanë qenë shumë kujdesshëm në fraza të tilla. Megjithatë presidenti Trump nuk ka filtra fare. S'ka filtra. Tani Wall Street Journal thonte që presidenti Trump është i gatshëm për të bërë një marrëveshje edhe duke përjashtuar Hormuzin. Megjithatë Irani ka një pikë, edhe unë mendoj që këtu kanë ngecur negociatat, e cila nuk toleron. Irani është i gatshëm të dakordsohet me gjitha pikët që po negociohen nëpërmjet Pakistanit, por Irani nuk pranon armë pushim pjesëm. Do një paqe gjithë përfshirëse, kur përfshihet edhe rajoni i Gadishullit, por sidomos edhe pjesa e Libanit me Hizbullahun. Kjo është pika e nxehtë ku po përplasen palët. Megjithatë Reutersi ka bërë publik një pjesë dhe kjo është e reja e fundit, po themi, pavarësisht retorikave, ka bërë publik planin e paqes propozuar nga Pakistani. Do me thonë, Pakistani, Arabia Saudite, Egjipti dhe Turqia janë vetmit negociatorë cilët kanë hecur para të gjithëve, më shumë se të gjithë, dhe para se të vinim në emision, kishe një analizë në mediat amerikane ku thonin vetëm 30% është mundësia prishjes së planit paqes këtë herë. Do të palët janë shumë pra njëra tjetrës. Me pak fjalë, çfarë propozon plani pakistanes i cili ka marrë në shqyrtim dhe në konsiderat pikpamjet e të dyja palëve në vetvete. Është një plan i cili përfshin dy faza. Në fazën e parë do të kemi një armë pushim dhe hapjen e Hormuzit, armë pushim, siç e thash, në tërë lindjen e mesme. Ndërkohë në fazën e dytë pritet që të ketë një marrëveshje e cila do të zjas nga 15 deri në 45 ditë. Irani ka rënë dakord që të heqë dorë nga plani bërthamor, por që objektet bërthamore të jenë në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Do të rikthehet asaj nisme ose atij rrugtimi të cilin e kishim dhe para këtij konflikti, cilën presidenti Trump për hir të vërtetës e prishin mandatin e tij në mënyrë të njëanshme. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, midis tjerave po them, kanë premtuar që do të heqin sanksionet dhe do të zhbllokohen llogaritë. Një nga pikat përsëri të negociueshme, diskutueshme është çështja e Hormuzit. Irani ka propozuar, ka disa variante, në të gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të përfshirë fare. Kjo është arsyeja që Wall Street Journal thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gati. Do jemi duke përshkallëzuar këtë bisedën. Për 40 orë ka ultimatumin e deri nesër në orën 8, ndërkohë Irani ka refuzuar totalisht. Ndërkohë nesër, nëse pranohet armë pushimi në të gjithë Gadishullin, fillon hapet faza e dytë e negociatave që do shkojë 15 deri në 45 ditë me shpresë që të merren vesh palët për çështjet e diskutueshme dhe ndër çështjet diskutueshme ta themi troç zoti Rakipi, objektivat e Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë më në plan parë,
as rënja e regjimit, as armët bërthamore, as sistemi regator. Gjithë çështja është çështja e Hormuzit tani. Dhe çështja e Hormuzit... Çfarë përmban Marlind dhe Egon shkurt, çfarë përmban përgjigja me 10 pika që Irani ka kthyer shbave? Fillimisht Irani, me atë çka ka shprehur ministri i jashtëm Abbas Araghchi, është shprehur qartë që neve nuk bim dakord me 15 pikat që u ofruan ndaj Iranit rreth 3 ditë më parë, dhe sigurisht tashmë po negociohet në lidhje me akordet e Islamabadit. Kështu e kanë marrë edhe titullin këto negociata, por nuk gjykoj se do konkludojnë të paktën pas orës 8 në ditën e nesërme, por do vijohet edhe më tej të negociohet në lidhje me armatimin bërthamor që disponon Irani, me ato 475 kg uranium, që tashmë janë kthyer në sensacion për presidentin Trump. Nuk gjykoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do e vijojnë luftën edhe për shumë gjatë në lindjet mesme, por do vendosin garanci që Irani nuk do goditet më dhe sigurisht do prishen edhe, le themi, do rrëzohen edhe sanksionet që janë vendosur ndaj aseteve të ngrira iraniane. Kjo luftë ose do prodhoj më tej një luftë akoma më të madhe, ose do rezultojë në një paqe po aq të madhe. Por gjykoj se në planin amerikan besoj se do jetë edhe mbyllja e luftimeve midis Izraelit dhe Iranit. Gjë që Irani e ka përjashtuar kategorikisht, që do thotë që Irani dhe Izraeli do marrin goditje dhe anasjellta, dhe nga ana tjetër duhet parë me vëmendje çështja se si do konkludohet në Hormuz. Gjykoj se Irani geostrategjikisht dhe geografikisht e ka fituar këtë betejë, këtë raund, pasi mund të kemi edhe raund tjetër nëse nuk arrihen të firmosen akordet e Islamabadit. Dhe më tej do të vijohet nëse vërtet amerikanët do vendosin që ta përshkallëzojnë goditjen ndaj Iranit, mbase presidenti Trump mendon edhe për një intervenim me anë të forcave toksore, plan i cili është refuzuar kategorikisht nga generalet që vetëm 2 ditë më parë u shkarkuan nga sekretari i luftës Pete Hegseth për, le të themi, për mosarritjet e objektivave. Gjykoj se të dyja palët tashmë kanë ngecur në Hormuz dhe nuk i dihet se çfarë do prodhoj kjo krizë e madhe e cila ka prekur jo vetëm lindjen e mesme, po ka prekur edhe gjithë Europën dhe komplet pothuajse hemisferën perëndimore të globit. Unë, zoti Rakipi, vazhdoj të ngelem skeptik që mund të kemi një përfundim të luftimeve në çdo lloj forme qoftë ky. Edhe në qoftë se... A kjo është një retorik tani jo? E Trumpit dhe... Është një retorikë e Trumpit e ndikuar nga faktor të brendshëm që i ka me presion të lartë, shumë. Vetë lëvizja MAGA, vetë persona publik me shumë ndikim në Shtetet e Bashkuara që nuk e mbështesin Trumpin në këtë aventurë të tij, por edhe nga zhvillimet të dukshme që kemi në Gjirin Persik, pra zhvendosjen atje të një numri të madh parashutistësh, marinsash, marinarësh, zhvendosjen në Gjirin Persik të paktën 1 ose 2 aeroplan mbajtëseve të tjera, tani nuk e di sa afër janë, por që e di që sipas raportimeve janë duke shkuar ose janë diku aty, aeroplan mbajtësja George Bush edhe Tripoli, aeroplanbajtësja tjetër. Kemi një përshkallëzim të deklaratave që lidhen edhe me Huthit në ngushticën Bab el Mandeb, pra mund të kemi një bllokim edhe të ngushticës Bab el Mandeb që do ta bënte krizën aktuale energjetike botërore, do ta fuste në një fazë paniku të vërtet, nëse do të kishte një skenar të tillë të bllokimit të rrugës së detit Kuq. Kjo edhe për portin e Yanbus në Arabinë Saudite, pipeline-i, tubi që transporton naftën nga Gjiri Persik në detin arabik në portin e Yanbus, do të dilte tërësisht jashtë funksionit nëse deti i Kuq do të bllokojë. Të gjitha këto për të thënë në fakt që situata jo për të ndjell ndonjë gjë, po për të thënë që mbase nuk është aq pranë paqes sa duket. Për të thënë tjetrën që në Izrael Netanyahu pavarësisht se vetë nuk gëzon mbështetje, ai dhe qeveria e tij, por lufta gëzon mbështetje shumë të lartë. Nga 81% që ishte në fillim të marsit,
tani ka rënë vetëm diku te 13% është 68% mbështetja për luftën në Izrael. Dhe vetë Netanyahu sot ka deklaruar që lufta do të vijojë në çdo front, jo vetëm në Liban, por edhe në frontin me Iranin. Pra, e gjitha kjo për të thënë që përpjekjet janë përpjekje diplomatike të Turqisë, të Egjiptit, Arabisë Saudite përmes marrëveshjeve të Islamabadit janë të lavdërueshme, janë të mirëseardhura, por është e vështirë që Irani t'ia falë këtë që i kanë bërë. Se duhet kalojmë pak edhe në ndjeshmëri. Ndërkohë Izraeli ka sulmuar një impjant petrokimik të Iranit. Kush nga ju do më thotë se çfarë është ky impjant dhe sa rëndësi ka për Iranin? Irani ka një industri të jashtëzakonshme. Po jo për këtë. Është impjanti më i madh i petrokimikateve, prodhon 70% të gjithë produkteve petrokimikate në Iran. Megjithatë, Izraeli nuk e ka justifikuar goditjen si një fabrikë petrokimikatesh, por mendon që aty prodhohen dhe si thua produkte, materiale që furnizojnë në prodhimin e raketeve balistike dhe armëve të Iranit. Është një dëm shumë i madh. Shiko, nëse flasim për dëme, në Iran janë bërë dëme të jashtëzakonshme, sepse ne flasim gjithmonë, po flasim për një superfuqi të botës. Po flasim që jashtëzakonshme. Po habitemi se si qëndron deri tani, po demet janë për këtë. Po pyetja kjo është domethënë, si ka mundësi që të bësh 45 ditë luftë me një cop Iran dhe Irani vazhdon akoma. Tani që po vjen. Mund të thuash 100 milionë në njerëz. Tani që po vinin në mision, zoti Rakibi. 6 milion kilometra katror. Goditi anijen Tripoli Iranit. Tani. Anijen Tripoli e goditi tani me 6 milion kilometra katror, a? 1.6 milion. 1.6 sa Gjermania, Spanja dhe Gjermania. Po, domethënë goditi aeroplanbajtjen Tripoli, tani. Do me thonë, aftësitë e Iranit për të goditur me raketa balistike nuk janë zvogluar. Dhe goditja madhe që u bën 2 javë e para. Janë më eficiente. Po, sepse ka filluar të përdori gjeneratën e re Irani. Do me thonë, por do të them diçka se flasim shumë për Hormuzin. Hormuzi nuk është i bllokuar tërësisht, zoti Rakibi. Në 24 orët e fundit kanë kaluar 15 cisterna. Po të kujt? Jo të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Izraelit. Kjo është historia. Jo. Deri në 20. Do me thonë, Shtetet Bashkuara mundohen thonë që është i bllokuar totalisht Hormuzit. Sigurisht kalimi në Hormuz është i rrezikshëm sepse është luftë dhe pjesa më e madhe e kompanive këtë kanë hall. Por nuk kaloi asnjë amerikane dhe izraelite. Po, në të njëjtën kohë, po s'ka ndonjë problem të madh, Amerika nuk merr. Shumë pak merr aty. Ai tha, Trumpi shkoni lironi Juta se ne më të madhe ka Azia. Ne s'kemi punë. Por ajo që është interesante është kjo që Irani ka dalë të bëjë marrëveshje dy palçe me Francën, për goditjen e impjantit petrokimik të Iranit, a mund të përgjigjet Irani? Mund të kemi përgjigje ti? Ju përgjigj Irani me një herë. Goditi Haifën, goditi Dimonën. Haifa çfarë është? Në qytetin e Izraelit. Qytet porti më i madh në Izrael dhe qyteti industrial kryesor në Izrael. Shkaktoi edhe viktima dhe njerëz në rënoja në Haifa. Akoma vazhdon në fakt e mirë, domethënë ajo çka kërkon Irani thellësisht me lejimin e anijeve kineze për të kaluar është që të trondisi efektin e petrodollarit. Shiko, është Turqia, është India, është Pakistani, është Kina, është Franca. Është edhe Spanja. Edhe Spanja, do të thotë që po funksionon ideja e marrëveshje bilaterale, sepse Irani këtë do të bëjë. Nuk intereson Irani ta mbajë mbyll Hormuzin, sepse godit veten e vet. Problemi është si do menaxhohet Hormuzi. Dhe kjo ka qenë, si thuaç, marrëveshja dy palçe që Irani në fillim e ka zgjidhur me Omanin, sepse përballë Hormuzit është Omani dhe ka funksionuar. Jemi okej deri këtu, ndërkohë ne do të shohim zonja Xhama, të lutem folëm tani deri tani, por ndërkohë, nëse kemi, po Ola, shiko, a ka pas reflektim në Shqipëri kjo luftë? Dhe ku konkretisht? Përveç tyre që kemi diskutuar gjithësisht, do të thënë deklarimin e ambasadës amerikane që mund të jemi të kërcënuar për shkak të edhe të mekut që ne mbajmë këtu e të gjitha, ne kemi diskutuar gjithësisht, po në pikpamjen ekonomike. Në pikpamjen ekonomike është, nuk e di, më përsëritet zëri, mund të heq njërën kufje? Okej, tani jam në rregull. Përsëritet aty, po ne jo këtu. Okej. Atëherë,
Në pikpamjen e ekonomisë globale, lufta ka dhënë me njëherë efektet, sepse është rritur me gati 40% çmimi i naftës. Për ta shpjeguar se çfarë do të thotë një krizë me rritjen e çmimit të naftës. Në botë thua ti është rritur 40%. Po. Pra, ka qenë $960 për fuqi, tani është 110, varion 115, 120 edhe në varësi të marrëveshjes që pritet nëse mund të lidh Trump me Iranin për pushimin 45 ditor. Po, çfarë do të thotë? Rritja e çmimit të naftës automatikisht më pas jep efekte në rritjen e çmimit të energjisë. Dhe nëse rritet çmimi i energjisë, shtentohet çmimi i naftës, pastaj gjithë kostot e transportit dhe të prodhimit të gjithë zinxhireve të produkteve të tjera, qoftë ushqimore, qoftë të mallrave të ndryshme që konsumojmë, do të rritet. Kjo rritje këtyre e çmimeve të produkteve sjell një inflacion të lartë dhe menjëherë bankat qendrore marrin më pas lëvizje në rritjen e normave të interesit. Çfarë do të thotë që kosto e paras që merret kredi për të investuar bëhet më e lartë. Ulja e investimeve sjell automatikisht dhe ngadalësim të ekonomisë. Çfarë ka ndodhur aktualisht në Shqipëri? Në Shqipëri është rritur çmimi i naftës dhe nuk ka reflektuar ende në rritjen e çmimit të energjisë për shkak se ende nuk jemi aq të varur nga importi, por në varësi të stinës, pra nëse do të ishim në verë, mund të kishim pasojë edhe në rritjen e çmimit të energjisë që kesh ble për të furnizuar konsumatorët shqiptar. Rritja e çmimit të naftës në Shqipëri është pak më e lartë se sa në vendet e tjera, kjo edhe për shkak të strukturës së tregut oligopol, edhe për shkak të strukturës se si formohet çmimi që kemi taksa më të larta se sa vendet e rajonit. Qeveria ka vendosur që të mbaj të kontrolluar çmimin duke ngritur sërish bordin e transparencës. Çmimi në fakt me vendimet e njëpasjeshme të bordit të transparencës e ka rritur dhe nuk e ka ulur. Ndërkohë që ka hyrë në fuqi edhe akti normativ për uljen me 20% të akcizës që i vendoset produktit të naftës, që është 39.6 lek dhe ulet në 31 lek akciza, nëse nafta shitet me çmimin 220 lek. Por kjo nuk sjell asnjë humbje praktikisht në buxhetin e shtetit, sepse i gjithë ky kompensimi uljes së akcizës 20% rikuperohet tek vjelja e TVSH-s, pra tatimin mbi vlerën e shtuar që vjen buxheti i shtetit. Pra, ndjeshëm edhe në Shqipëri nafta, po dhe rreziqet e tjera pastaj, nëse kjo luftë vazhdon? Ne folëm pak, nëse lufta vazhdon, atëherë do kemi edhe shtrenjtim të çmimit të produkteve, por për Shqipërinë është pak... Kolaps, thotë Gjinishi. Është pak më specifike, sepse duhet parë edhe çfarë strukture tregjesh kemi. Ne tregjet kryesore i kemi struktura monopoli, oligopoli, dhe nuk mundet do të thuash. Pastaj hajde marrim në analizë se çfarë kanë bërë qeveria, qoftë për rezervën, qoftë për të ndërhyrë përmes mekanizmave ligjor që kanë në dorë për të luftuar strukturën e tregut oligopol, po kjo është një çështje tërësisht tjetër. Ajo që folëm pak tek pjesa e parë është bankers, pra që ne jemi një vend që eksportojmë naftë, prodhojmë naftë dhe eksportojmë jashtë vendit dhe naftë që përdorim për konsum të gjithën e importojmë. Nëse ka diskutime që është naftë lloji të rëndë, nuk është e përdorur, nuk mund të përdorur. Kosova nuk prodhon asgjë. Qesharake, Kosova nuk prodhon dhe ka më të të ulët. Jo, po... Por minimalisht, nëse ne do t'i kishim vjel të atim fitimin Bankers Petroleum, minimalisht ajo pjesa e parave të atim fitimit, mund të kishim bërë një ajustim të taksës së qarkullimit ose të akcizës që mos ta kishim kaq të lartë dhe vlera e parave që mblidhet buxheti i shtetit ishte pa ndryshueshme me projeksionet që janë sot. Ola, të falenderoj shumë që ndihmove emisionin tonë edhe këtë pjesë. Natën e mirë bashkë. Natën. Faleminderit. Baton pra... Dhe Rakipi, me qëra fjalla, thoshte vetëm një fjali, thoshte The Economist pardje, nëse ndodh ajo që unë përmenda, që mbyllet ngushtica Bab el Mandeb nga Huthit, përveç Hormuzit. Pra, kanali Suezit ka fjallën lartë. Kanali i Suezit. Jo kanali i Suezit poshtë. Ne kaluar që shpjegon të inxhinierën e kaluar. Mund të shkoj deri në $200 fuqia. Aty është kolapse pastaj. Pastaj, çfarë ndodh kur shkon fuqia në $200? Te ne sa vjen? Pastaj hajde bëjmë llogarit. 7.000 litri pastaj naftës.
No? 7.000 lek litri naftës Si vjetë. kilja e domates, 5.000 lek. Po merr goditet Do madhe mbyllen në industria. mjetet. Po, pa Merr tjetër. goditet madhe industria në radhë parë. Industria jonë s'ka në një industri të madhe për të mbërë. Po s'bëhet fjalë për do ne- mbeten pa makina këtu. Po s'bëhet fjalë për ne- Popullata nuk do të qarkulloj kaq shumë. Biznesi Dalin me pastaj. bicikleta. Biznesi Në bëm mirë edhe për shëndetin. Kështu do thua. të ngrihet tregu i bicikletave. O tani, baton, Këtë më pak vetura. ti si e thua këtë? Është një, do me thënë nëse vazhdon, thotë, Gjinishi është një rrezik kolapsi. Unë po flas me logjikën politike të leximit që kam bërë për perandorit. Dhe perandorit nuk funksionojnë ndryshe përveç kështu. Arrogante dhe kërkojnë fitoren me çdo kusht dhe nuk Me çdo çmim. dhe nuk çajnë kokën për pasoja dhe gabimet. Dhe kjo është logjika politike që unë e pres. Dhe që po ndodh? Fort. Nuk ka ndryshe. Vetëm se ka diçka, më fal baton, vetëm se ka diçka jo. Është e vërtetë që perandorit jeton me hegemoninë, por kur forca për ta mbajtur hegemoninë dështon, perandorit bien. Kjo kohë pastaj. Edhe diçka tjetër, ë? Perandorit e mëdha kur Patjetër. Dhe fillojnë luftrat në periferi, atëherë fillojnë marrin edhe një kosto morale. nuk është periferi kjo. Parasysh se është Periferi është Irani për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është Jo, si burim periferi. energjie domethënë. Dakor, për atë pjesë po. Në aspektin Në ekonomik aspektin ekonomik po. baza e sigurimit të Është energjisë. është primare, po patjetër. Primare. E para, dyta, ndonjëherë luftat janë personale të një president. Dhe ai don suksesin historik. Logjika e diskursit të Trumpit. Logjika politike që ai përfaqëson nuk ka të bëjë me një politike cila realisht është ka bëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pas këtë Iran gjithmonë, 47 vite. Ky president po don me ndërtu personalitetin e vetë për histori e jo për qeverisje. Kur e ndërton për histori, atëherë këto probleme bëhen serioze. Dhe unë frigohem se ai po e thot vërtetën, që Qëllimet e Iranin tij. do ta shndrojnë në mesjet. Dhe nëse fjalitë e tij bëhen realitet, unë nuk di si ta trajtoj pastaj këtë situatë. E thash se ma nuk di ku fillon logjika politike, ku fillon vrasja edhe ku përfundon, domethënë, Paqja. paqja. Saktë. Dhe ai që thot unë e di, që na jemi ndërmjetësues në mes të leximit që bëjmë Qartë, dhe publikut që nuk lexon. Se fjalit, të cilat i nxjerrim na, nuk jemi që kemi informacionin nga dora e parë. Edhe pse Trumpi jap nga dora e parë për çdo ditë. Dhe ndryshon prapë. Dhe i ndryshon për çdo dhe nuk ka ndonjë sekret nga një president. Dhe na jemi ndërmjetësues dhe çfarë do gabimi që bëjmë në karshi shikuesve, ju kërkojmë falje. Na nuk jemi ata të cilët e ndërtojmë politika. Na vetëm jemi ndërmjetësues, më jam lehtësu juve kuptimin e vështërsive që do ju dalin gjatë kohës sa atje është konflikti. Dhe ky ndërmjetësim edhe për ne ka një vështërsi. Se hym në gjëra të cilat ndoshta i kemi perceptive. Gjërat reale ndoshta ndodhin ndryshe në Islamabad, ndryshe në Oman dhe ndryshe i flet vetë Trumpi. Ajo që unë e frigohem me logjikën politike, ylli është anijet që lëshohen në mënyrë selektive nga ana e Iranit, është provokim realisht. Patjetër. Kërkon ta çaj ta izoloj Dhe Amerikën. kërkon ta çaj dhe izoloj Europën. nga këto shtete që janë rënditur me anijet e tyra për ta lehtësuar gjendjen ekonomike në vendet të tyre. Ajo që gjithashtu logjika politike më thot që nëse vazhdon kanali i Suezit mbyllet edhe Hormuzi. Unë mendoj që çështja më e lehtë që do t'i vinë të gjitha shteteve dhe 600 milion banorët e Evropës dhe Azis është Rusia. Dhe i vetmi vend që do të hupë në këtë histori është Ukraina. Dhe ato vendet për rreth. Logjika politike më thotë kjo, se njerëzit kur kanë vështërsi të mbrëmshme, drejtohen te halli. Kush është halli? Halli është Rusia që e ka Evropa. Po çka është më i vogël se halli? Nevoja. Dhe nevoja të çon për ta lehtësuar Do jetë detyruar.
Do t'jetë i detyruar. Dhe Rusia fiton më shumë se gjithë, bëton, ai që më shqetësoi fituesi është Rusia. Se dhe kjo është interesante. Rusia është fituese që tanë. Po ndryshojnë shumë gjëra. Deri para një viti e kishim Rusinë armikun kryesor Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tash është dhe ajo që Zoti Ylli ka atë batutën e madhe, tabetit kuq. Se tash lindja mesme do të na bëhet e largët. Merz dje kërkoi përmes ministrit tij të gjithë banorët meshkuj. Nga 17 deri në 45, kja po 50, do t'jenë të detyruar marrin leje për shkuarje të gjata jashtë vendit. 3 muaj. Po. Qose del 3 muaj jashtë, do është 3 muaj. Dhe kjo është serioze, për arsye se generali gjerman, vetëm 3 muaj më herët, ka deklaruar se në vitin 2027 mund të hymë në një konflikt të Evropës me dikë tjetër. Kush janë ata dikë tjetër? A është Rusia, është Donald Trump që kërkon Groenlandën përsëri, pastaj mbetet për tu parë. Megjithatë zgjedhjet në Hungari janë vetë lakuar. Sot fola me logjikën politike pa asnjë informacion, vetëm me leximet që i kam. Tani ta shirojmë pak bisedën. Të ndjekemi sinkronin dy të lutem. And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the third day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. And sir, because of his resurrection, you rose up. Because he was victorious, you were victorious. And I believe that the Lord said to tell you this. Because of his victory, you will be victorious in all you put your hand to. Skenaret më të pabesueshme. Këto gjëra. Janë skenaret më të pabesueshme të filmave Netflix që i kemi parë për shkitjen e... I thot si Jezus kjo, Jezus i thot. Janë këto... Drejtën, t'jemi të sinqert, në Amerikë, unë e kam pa plot kësi fjalime. Kam qenë në gjërat. Edhe mua më thanë këtë gjë. Kanë plot, ata e kanë për detyrim, kur janë brenda pushtetit, emrin e presidentit dhe suksesit ja vendosin ati. Ky pastaj bënde këto të vetat që duket pastaj. Janë edhe pjesë, janë edhe pjesë strukturave eskatologjiste, domethënë, kur flasim për, domethënë, evangelizmin, duhet dim që kemi edhe evangelist, por kemi edhe evangelist sionist. Janë këta njerëz të cilët fjala vjen si Pete Hegseth, që vjen nga kjo linjë, le të themi, radikale, e cila e ka dërguar Amerikën në një luftë në cilën duket sikur gjithçka ka ngecur në Hormuz. Mos harrojmë që këta njerëz janë ndikuar shumë edhe nga teza e Izraelit të madh, që hera herës Ben Gvir apo edhe vetë Netanyahu kujtohet që neve kemi një tokë premtuar nga lumi Nil në brigjet e lumit e Eufrat. Dhe këta njerëz janë që kanë pushtetin sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shiko, se po e thoja dhe në fillim, janë skenarët më të frikshëm të filmave në Netflix me fantazi që kemi parë për, dhe jo shumë vite më parë, që kemi parë për rrëshqitjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në forma të tilla bestytnie dhe autoritarizmi politik të administratës. Shiko, Amerikanët janë, ose të paktën pjesa e atyre që janë besimtar, janë shumë besimtar dhe janë të devotshëm në atë besimin e tyre, evangelizmin protestant, e tjerë, dhe këta besimtar të devotshëm qëllojnë që qarkullojnë dhe në korridoret e pushtetit. Janë lobist me fuqi të madhe. Problemi këtu është që ti nuk mundet që atë lloj ligjërimi që i përket disa grupeve të interesit dhe që përdoret për të sensibilizuar grupe interesi dhe që është legjitime të bëhet,
ti ta çosh në mënyrë të pafiltruar, po themi, në podiumin ku flet presidenti amerikan, sepse presidenti amerikan nuk është president vetëm i protestantëve, nuk është president vetëm i evangelistëve, është president edhe i katolikëve, po është president edhe i një pjese të konsiderueshme të amerikanësh që janë muslimanë. Pra, presidenti amerikan ka një pozitë laike për t'i përfaqësuar të gjithë ata që nuk janë vetëm ashtu. Po, ndodh thotë... Ndodh. Paktën pjesa republikanëve shumë... Edhe Batoni thotë ndodh... Pra, të thuash, më fale fundi, të thuash që Zoti e bekoft Amerikën, siç e thonë të gjithë presidentët, është shumë okej, sepse të gjitha besimet monoteiste i bashkon kjo, pra kjo lloj fjalie. Pastaj do futesh në doktrina të veçanta, specifike të secilit besim, kjo mund të jetë problematike. Do me thënë, unë jam dakord me atë që citoi Batoni edhe gjithë parafolësit më parë në kuptimin e liberal religionit, ose religionit liberal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Absolutisht që është modeli më i mirë për lirit fetare Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, në këtë rast ka diçka ndryshe, zoti Rakipi. Tu bëhet fjalë për zyrën e presidentit, për njerit që bëhet në zyrën e presidentit. Dhe në qoftë se kjo do ndodhte në një vend tjetër, le të themi në një vend ku lideri është musliman, ne do tureshim sot, do diskutonim sa fundamentalist është ai lider. Është musliman. Sa ekstremist. Janë tani. Patjetër. Po ne do diskutonim. Muslimanët i luajnë fenë në kësaj pune. Më shumë se muslimanët kemi dhe shtete islamike. Muslimanët janë më laik se të gjithë, domethënë, janë pothuajse antifetar. Për liderat, për liderat. Jo, për liderat. Unë di që nuk është kështu. Ka një dy standardizim. Se të njëjtën gjë që mund bëjnë ata, e bëjnë edhe këta. Prandaj që duhet të ketë një standard vetëm. Nëse mund ta mbaroj zoti Rakipi. Nëse ata që vetëm tu nuk bëhet, zoti Rakipi, tu nuk bëhet fjalë për lirit fetare. Qartë. Tu bëhet fjalë për njerit që bëhet në zyrën atij që merr vendime dhe që përfshin gjithë. Dhe unë do ta quaj jo vetëm një rrjedhje religjioze dhe tu i kërkoj ndjes gjithë teleshikuesve, kjo nuk ka lidhje fare me doktrinën e krishterë. Po fare. Doktrina e krishterë, Krishti nuk mund të legjitimojë vrasjet, se s'ka ndodhur kurrë, domethënë. Qartë. Krishti është kur godit një anë të fytyrës, kthej anën tjetër. Kjo është ajo që projekti pak më herët ma lindi, sepse e ke parë është një lloj teokracie. Po du ta themi, është një lloj teokracie që po shfaqet fuqishëm nëpërmjet sionizmit dhe lobeve sioniste në shpinë e bardhë, sepse ke Makabin, ambasadorin amerikan në Shtetet Bashkuara në Izrael, i cili thotë Izraeli madh s'ka asgjë, na ka thënë Zoti, ja ka thënë Zoti, si mund të flasë një ambasador kështu. Ke ministrin e luftës që flet gjithë ditën për kryqëzata, ka bërë libra. Dhe kemi këtë njerëz tash, ne themi i djathtë, s'ka lidhje me djathtën. Qartë. Presidenti Trump nuk ka lidhje me djathtën. As me fen s'ka lidhje fare. Një pyetje të rëndësishme për ta përmbyllur këtë bisedë. Folim për në pikpamjen ekonomike që nëse kjo luftë vijon për një kohë të gjatë, mund të kemi dhe kolapse të rëndësishme ekonomik. Do me thënë, bota është drejtë, si thuash, nëse vijon drejtë një katastrofe. Dhe ende ne nuk e dimë pse. Do me thënë, pse që nga fillimi i kësaj lufte dhe i sot baton ne nuk e dimë pse. Por duket që kjo luftë nuk do të ketë, do të vijojë të mos ketë një fund të shpejtë. Inshallah ka, e kupton, po. Çfarë pasojë ka prodhuar deri tani me fare shkurtë dhe kush ka humbur më tepër sipas jush? Apo vetëm njerëzit? Është pyetje e madhe shumë, 40 ditë luftë thuash kush ka humbur më shumë. E para, nuk diskutohet që më i shkatëruari deri tani në kuptimin material, por edhe njerëzor është Irani. Sepse u zhduk gjithë lidershipi politik, pothuajse gjithë lidershipi ushtarak goditet pafundësisht në infrastrukturën e vet, infrastrukturën jetike. Civile, po jetike, ekonomia shumë e rëndësishme, është tërësisht i bllokuar, Irani nuk shet as i pikë naftë. Është tërësisht i bllokuar 42 ditë. Po çështja, dhe ne nuk kemi pas dyshim që Irani sigurisht që mund të goditet brenda. Çështja që diskutohet nuk është kjo, zoti Rakipi. Çështja që diskutohet është cili është mekanizmi ose njësia mace ose standardi i cili përcakton fituesin në një konflikt. Standardi është objektiva të cilat vendet i vënë palë njëra tjetrës. Por unë besoj që edhe Shtetet e Bashkuara, Izraeli po dhe Shtetet e Bashkuara kanë humbur shumë. T'jap një shifër për Shtetet e Bashkuara. 38% është rritur benzina në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 38%. Liga automjeteve këtyre që merren me gara është një ligë që është krijuar në vitin 1948. Po ne benzina pse është në poshtë apo duhet të funksionon? S'ka makina. Reaksioni vjen mbrapsht. Nuk ka makina benzine, do përdoret shumë naftë. Atëherë
Marlin, pjesa kryesore është që nëse objektivat që vendosi presidenti Trump në fillim të ndërhyrjes së luftës nuk janë plotësuar, atëherë do të thotë që përveç se kemi një ngecje dhe aq kohë sa kalon pa përmbushje, do të thotë që de facto kemi një lloj jo vetëm humbje, por edhe një lloj degradimi në objektivat ushtarak dhe politik që vendosi presidenti Trump. Fillimisht ishte objektivi i rrëzimit të regjimit të Ajatollahëve. Do shta s'ka qenë fare? Debatoni ka drejt kur thotë, nuk e dim eksaktësisht çfarë kanë koka njëri, do shta si ka pas ato objektiva, i ka lëshuar për ne. Me atë çfarë shpreh ishte rrëzimi i regjimit të Ajatollahëve, shkatrimi i programit të raketave balistike iraniane, shkatrimi e Ajatollahut. Po, kishte të parin. Po. Fillimisht pare, E tha që në 2 të natës. Po. U ngrit Ka me bo me Arabinë Saudite, Katari. Janë regjime drejt. Iles edhe sot e tha që ne ndryshuam regjimin ta. Dakord, pra. Janë gjithë regjime ato. Egjiptin. Po nuk mund është ti me rrëgju një regjim e tjerë. Ngresh regjime tjera. Dhe plotësimi objektivit të shkatrimit të arsenalit bërthamor. Por problemi është se presidenti Trump tashmë ka vijuar të zhytet në objektiva të rinj që dalin edhe nga dinamika e luftës. Sepse objektivi për të hapur Hormuzin nuk ekzistonte. Ushtua i 5. Ushtua objektivi 5. Dhe në këtë kontekst, aq çdo sekond që kalon regjimi i Ajatollahëve pa urrëzuar dhe pa psuar fraktura të konsiderueshme, atëherë fiton legjitimitet. Dhe ky është një problem akoma më i madh që mund të jetë objektivi 6, krijimi legitimitetit apo shkatrimi legitimitetit të regjimit të Ajatollahëve dhe Gardës Revolucionare. Sepse në këtë kontekst, po të shikosh goditjen e objektivave civil të Shtetit Bashkuar të Amerikës, krijon një solidaritet në poshtë kjo goditje, sepse goditen universitete, ura, mjete jetike dhe apo objekte jetike, do të thotë që do krijojë një solidaritet dhe do e bëj akoma më të zhbëshëm këtë regjim, i cili për hir të vërtetës është një regjim represiv ndaj Se kemi një debat, se kemi kohë të kufizuar. Është shumë interesante. Kemi një moment tjetër. Okej, një fjali të them. Tendenca e presidentit Trump sepse e deklaroi dhe vetë sot në atë konferencë. Jo, në këto postimet që bërë, për të ndryshuar sistemin duke iniciuar, se duke nxitur një lëvizje të brendshme, ishte e çuditshme sepse presidenti Trump deklaroi që kemi furnizuar me armë kurdët që të sillnin armët në protestuesit iranian, po kurdët i mbajtën vetë. Kurdët i mbajtën vetë armët amerikane. E njëjta situatë si ndodhi në Siri, nëse kujtohet. Jo, e pse ndodhi kjo e kurdëve? Për shkak se është e lidhur kjo. Sepse kurdët në momentin që trupat turke apo Siria u kthyen domen turk, u shprehin që neve kërkojmë ndihmë amerikane pasi trupat turke po afrohen drejt El Hasakes, që është zona më veriore e kurdëve. Shumë shkurt se presidenti Trump konkludon batoni. Po. Ndjes, okay. Unë do të sjell aty ku jemi ne dhe ku e kemi ne hallin që është Evropa. I fituari ose e fituara e madhe e këtij konflikti është në afatgjat është Kina, në kuptimin më strategjik të konceptit. Ndërsa e humbura e madhe është padyshim Evropa dhe mua kjo gjë më shqetëson sepse ne jemi në Evropë dhe orientimi strategjik i Evropës është si pula pa kokë. Kur ja pret pulën kokës që ikën kuturusa ndaj këtej. Dhe kjo vë në pikpyetje dhe kohën e antarësimit ton, cilësinë e antarësimit ton, kushtet e antarësimit ton dhe vetë konceptin e Evropës, po unë shpresoj për ta mbyllur që Evropa do të marrë gjitha masat politike dhe strategjike që të ndërtoj ekonominë e luftës dhe të dalë në një mënyrë ose një mënyrë tjetër nga kjo ku është futur. Bazon? Mendoj që çmendia kryet gjatë këtij viti se nuk mund ta quaj ndryshe, është një çmendi e cila do të përfundoj me një rënd të ri botror. Ajo që... Po kjo që ka nisur Trumpin duket një rënd shumë që Po, as nuk kam dilema. Cili do tjetë? Jo. Do të nalen ata. Në fund, kur i përfundojnë të gjitha, kur bjen edhe Tajvani nga Kina, atëherë... Do ulen tavolinë edhe... Se atje rruga është. Se... Pra, ka një qëllim... Rreth asaj çon rruga, saktësh. Ajo që unë jam i shqetësuar është se që me bo me vlerat evropiane që unë jam ka bërtas që sa me vetën time edhe pse vlerat evropiane janë bo kaq halin e syve tjerve. Dhe si është e mundur që këto vlerat që janë kryuar dorën zemër edhe me kolonializim, edhe me një histori gjatë
Hegemoni, luftra, hegemoni e tjera, me gjitha të Evropa është stabilizuar në një koncept politik demokratik dhe drejta dhe lirive të njeriut, vlerat të cilat na sot mundohemi mi pas. Dhe është për të çmendur realisht që këto vlera po donin me na ik nga duart në mënyrën më të shpejtë mundun. Edhe për një arsye të vetme, se këto fuqit më nuk i dojnë këto vlera demokratike. Sigurisht ne do të jemi... Jo të gjitha fuqitë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dalë nga aksi i vlerave. Do ta pranojmë. Jo, pse? Kush tjetër? Jemi Vlerat perëndimore po goditen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, Presidenti Trump. Fal, po. Presidenti Trump, ke drejt. Presidenti Trump. Atëre Presidenti Trump, normalisht Kina dhe Rusia si shtete se i ka kanë qenë pjesë e këtyre vlerave. Kina s'ka qenë pjesë e këtyre. Tani po janë ka pranuar, nuk i kupton. Janë tradita të tjera. Javën e ardhshme ne do të jemi përsëri këtu. Fal, javën e ardhshme. Domethënë këtë javë jemi ditë hënë. Pas 2 ditësh, 3 ditësh. javën e ardhshme thash. Jo, është debat shumë interesant ajo që thotë. Çfarë ditën e njëjtë ne do të jemi në këtë Ylli, mos u habit kur një ditë, për shembull, sikur ajnë në Azerbajxhan, si zdi cilin, jo, tash s'po kujtohet cilin shtet, e priti derisa u rrit djali edhe e la trashëgimtar. Po pse keni heq mbretërinë, më vëlla? E keni pas mbretëri, tash po e leni trashëgimtarin brenda një koncepti demokratik. Po s'bëhet kjo kështu. Qartë. Me zgjedhje të lira. Tani kemi dhe një që edhe princi i kurorës u do kandiduar për vjojmë të president. diskutojmë gjerësisht në emisionet e ardhshme për këtë problematikë që është ngjarja më e rëndësishme sot në botë, ku bota është po gjithsesi vijon duke shkuar drejt një katastrofe. Kemi një moment tjetër të rëndësishëm i 24 orëve të fundit të studentët shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut protestojnë. Pse protestojnë ata? Unë do të kem në një lidhje direkte nga Maqedonia me Vlan Ademi, që është nga organizatorët e protestës, dhe Arben Lalla, nëse mundet regjia, mi paraqet ata, dhe protagonist këtu do të jetë Zoti Axhiu, i cili do të i kemi në lidhje. Po pra se do lidhemi, vetëm mos ta nxjerrin si Klodin që ikte figura. Ja, ku e kemi. E kemi. Edhe ky figurën largon nga telefoni pa. Jo, në rregull është ky. Tani që ju më ngatrua se unë s'njoh asnjërin nga këta dhe Unë vetë prezentohen. të prezentohemi. Dëgjon. Përshëndetje të nderuar, jam Mevlan Ademi, një nga organizatorët e protestës së sotshme në Shkup. Baron, ti je student? Je student? Po, jam juridik. Juridik, po. Student i juridikut. Bëni një rregullim të ju lutem. Problemi madh është kjo puna e gjuhës atje. Problemi madh. Problemi që është e kishin derisa regjia të ndihmojë për të rilidhur. Çfarë kemi? Çfarë ndodh? Po është një element shtetformues. Tu bashkonin me Shqipërinë. është fyese, UÇK-ja për atë doli në 2001, nuk doli për... Arben Lalla nuk përgjigjet, thotë, kemi në lidhje do të jetë vetëm me Vlana, Zoti me Vlan Ademi, tjetëri nuk përgjigjet, sepse shkojnë, në fakt, po, ne na ndodh që na ikën nga dora një pjesë e kohës, ka dhe një spaduruar që kanë dhe punë, ne gjithsesi e falenderojmë Arben Lallën, cilin në emisionet tjera mund të na ndihmojë. Na ndodh edhe kjo gjë, në emisionet live ndodhin. Shtuam disa minuta për shkak të... Tani, me Vlan, qëfar është... Ditën e sotme ka patur një protest tam nga studentët, cilë kërkojnë që provimi i jurisprudensës të jetë në gjuhën shqipe. Ti ndjekim në fillim disa qaste nga protesta dhe lidhemi përsëri bashkë. Mund. Dhe kur preket gjua, preket vetë themeli. Gjua në Shqipe nuk është veç mënyra si flasim. Është mënyra si ekzistojmë, mënyra si kemi mbretëruar, qëndruar e si kemi ardhur deri këtu. Bravo!
Ne nuk jemi kundër askund. Do shta në futbolit. Pra me vlanë ndoqim disa sekuenca nga protesta e studentëve. Ju ishit në kryet saj, folet aty e gjitha. Tani, unë doa të di, që është kjo protestë dhe përse unë ndalohet studentëve që provimin e jurisprudencës të japin në gjuhën shqipe? Dhe si e justifikojnë autoritetet këtë ndalim? Po, realisht, justifikimi autoritetet nuk në kanë thënë një justifikim të qartë, dhe në kanë thënë që ligji për përdorimin e gjuhës nuk e rregullon këtë çështje, edhe pse ligji për provimin e jurisprudencës në vetën nuk parashet gjuhën të cilën duhet të mbahet ajo. Dhe kjo është ajo pikpyetja që kemi, se nuk kemi pat një bazë të saktë ligjore. Ministri i Drejtësisë disa herë ka ndryshuar përgjigjet e tij. Gjithashtu edhe kryeministri i vendit në deklaratën e tij të parë në 6 shkurt tha që studentëve duhet lejohet, edhe pas 4 tetorëve e ndryshoi deklaratën dhe tha që duhet të ketë ndryshime ligjore për të mbatur e njëjtën e gjuhën shqipe. Dhe realisht gjatë kësaj faze ne kemi mbajtur atë bazën tonë që ligji për përdorimin e gjuhës është i qartë dhe që për shembull në një paragrafi 3 flet për komisionet, edhe është fiks komision në Ministrinë e Drejtësisë i cili organizon provimin e jurisprudencës, edhe ky komision duhet të funksionojë në gjuhën shqipe. Në rastin tonë kjo nuk ndodh. Ne jemi tani të ndeshur me një mur, me një barierë nga Ministri i Drejtësisë, i cili reagon me një albanofobike, do kishte thënë, që nuk e lejon studentëve edhe pse ligji e thot ashtu. Domethënë tu kemi edhe reagimin e Inspektoratit për përdorimin e gjuhës, i cili ka dalë me vërejtje kundër ministrit dhe ka dhënë afat 30 ditë që të rregullojë këto dhe të zbatojë ligjin për përdorimin e gjuhës, që nuk kupton zbatimin e gjuhës shqipe. Ministri i Drejtësisë ka kundërshtuar këtë dhe ka dërguar një ankesë. Dhe përsëri ka këtu një debat. Po kemi probleme përsëri? Ra interneti. Ra interneti, si që besoj interneti dhe i Makedonisë. Është qartë. Baton? Se interneti është... Dhe me thonë, kur e sheni djallë të ri që e kenë lidhje prapë. Ja, po. Se u shkput lidhja, dhe më falni pak. Gjithsesi ligji është i qartë, në një paragrafi 3 rregullon komisionet, në një 23 paragrafi 5, në rast se ligjet nuk harmonizohen, në afat prej një viti, ligji është miraton në vitin 2019, më thënë ka 7 vite ka kalu me afatmë, ligji thotë që duhet të përdoret ligji për përdorimin e gjuhës. E tash, ta këntu, që e shoh unë të paktën, me shqipe dhe përdorimin e saj, këta kthjetrat e harmonizimit, dhe ne tashmë jemi të detyruar që secilin kënd ku duhet të zbatohet gjuha shqipe të harmonizojmë në vend. Kjo normalisht që do na dërgojë neve shumë pas, gjuha shqipe duhet të reflektojë gjuhët zyrtare në vend tonë, duhet të reflektojnë realitetin demografik këtu, që shqiptarët janë shtet formues, popull shtet formues dhe duhet të respektohet në atë sekvencë. I bën nervoz shikusit kështu. Kështu i bën nervoz shikusit. Me këtë lidhje do. Që ndërpritet lidhja, po jo, po s'është lidhja jonë kjo. Dosha me Maqedoninë. Jo, e di me Maqedoninë s'është lidhja. Është lidhje shumë e vështirë. Tanë gjëra do thonë. Me Vlan s'di a je në lidhje? Je në lidhje me Vlan? Ju ndëgjoj unë shumë mirë. Po baton, që kemi për të... Me Vlan më vjen këtë si gjenerat që të karam bisupe që realisht të protestos për një që elementare. Dhe arështë s'është faj jytë kjo, është faj i një gjenerate ose disa generatave politike të cilët nuk e kanë regullu me ko këtë gjë, që është jenë të qenurit shqiptaret pjesë e kushtetutës, e lemo gjua që është gjëja elementare. Vjen këtë gjithashtu që juve si gjenerat duhet të luftoni ose të filloni jetën si që kanë filluar tjerët në vitin 1991
Dhe gjithashtu vjen keq që Maqedona, sidomos Cervenkovski, Mickovski, me po themi nacionalizmin e tij pragmatik e ka fragmentarizuar gjithë botën politike shqiptare. Realisht, fajin për këto e kanë partitë politike shqiptare, po fajin, bardhja fajt është që dy shtetet, Shqipëria dhe Kosova, asafërsisht, dhe më thënë, nuk bëjnë atë që shtetet tjera për rreth luftojnë për të drejtat e grupeve etnike të veta në vendet tjera. Kemi dy momente që unë ty dua t'i them. Ali Ahmeti e ka projektuar idenë e fuqisë me armë, por këtë ide të fuqisë të vitit 2001 e ka pështruar duke ja vlënë këtë hall. Pra asyse ka pas të gjitha mundësit që këto gjëra t'i vënë brenda ligjet dhe kushtetutës dhe asnjëra prej tyre nuk janë, edhe pse mund t'i ndëgjosh partitë politike që këto gjëra janë brenda ligjeve. Ato ligje, sidomos për gjuhën, janë për grupet etnike ku janë 20%, dhe është turp që të përcaktohet gjuha për grupet etnike këtë në për zona apo tjera, kur shqiptarët janë me 25% ose 30% popullsisë së saj. Fatkeqësia gjithashtu është se Kosova ka projektuar në të vërtet edhe njerë të kthehem të Shqipëria, politika e saj e jashtme ka qenë dopt vazhdimisht në krahasim me grupet etnike ose me, edhe pse e jap kushtetuta kujdesin për gjitha grupet etnike. Por asnjëherë s'ka tregu fuqi dhe kujdes, sepse ka qenë pragmatike në raport me Evropën dhe rrugën evropiane dhe ka qenë e kujdesshme që ju ta bartni këtë barrën kryesore në kërkimin e drejtave. Dhe Shqipëria dhe Kosova nuk kanë bo betejen për juve. Bile ju kanë përguar dhe ju kanë fragmentuar një kohë të gjatë për të bërë gjëra që nuk bëhen. Kosova ka bërë edhe një gjë më të keqe. Për faktin se Ali Ahmeti ka qenë i konsumuar si lider dhe me plot faje brenda viteve të fundit, Kosova ndërtoi rrëfimin bashkë me Mickovskin me një gjenerat politike e cila e ka bazën në Iran, në Turqi edhe në Arabinë Saudite. E krijoi projektin politik islam, i ndihmoi atij dhe dorën zemër edhe atyre që kanë pas një prapavi jugoslave, që kanë dashur Jugosllavinë, dhe e krijoi një grup pa bosht, pa fytyrë shqiptare, por me fjalorë shqiptar dhe me ide politike. Se ishin me fjalor, do më thonë pa fytyrë shqiptar, si është fytyra shqiptarit që ta? Ja, tash të më shpjegosh pak fizionominë e fytyrës shqiptarit. Ja, ta shpjegoj. Jo, më shpjego se të paktën ta dim, do më thonë se ti përjashton 80% popullsisë shqiptare që janë muslimanë nga kjo pjesë. Jo. Okej, po Iran, Turqi, do më... Po. Po, e kuptoj për çfarë po flet. Po, jo, e kuptojmë qartë, Po jo thjesht si është fizionomia, po jam shumë i informuar, po si është fizionomia, po. Me qenë se informuar mund të bisedojmë kur të kalon unë me atë djalin. Jo thjesht ideja, do më thënë, ta dim se si është fytyra e një shqiptari. Albin Kurti e krijoi Lenin si një farë kundërshtari të Ali Ahmetit dhe ja fali idejën politike Mickovskit, i cili realisht nga vlen krijoi individ që janë pjesë e tij, realisht pjesëve me reos. Me Vlani nuk i di mirë këto gjëra. Do të thënë ai ka shpitur për një tjetër. Ti thua mirë. Jo, unë po do t'ja shpjegoj me Vlanit se ka më mirë bën, po ta thresim një herë kështu më vete, po të diskutojmë shumë për këtë gjendje, pse është në qoftë se e ka fajin Albin Kurti që është 20%. Ja se mbaroj batonin. Po e kuptoj. Ja, mbaroj. Dakor. Po jo se po jemi në debat, ne mbetëm këtu pastaj. Albini e ka fajin kudo më. Por ne duhet të shpjegojmë çfarë është kjo një herë. Se po thot atë, më nuk po jemi në debat. Mbetëm këtu. Jo, në qartë.
Të shpjegojmë këtë, çfarë është ky që ngritur dhe me çunin që Ky çuni që ka dalë në demonstrim, ka dalë për një të drejtë të tij, për arsye se ka hall të vetin. Po ky hall i veti realisht nuk ju ka zgjidhur që nga viti 1991. Po i mblodhi Edi Rama në Tiranë Po sepse është viktimë e politikave, e politikanëve atje. Po e zgjidhi Është korrekt. I mblodhi dhe kryeministria. Po e thamë mjaft mirë. Sërish bi dakord, por ta mbaroj problemi është më i thellë se aq. Jo, po dymë në thellësi. Po një sekond Hajde ma tregoj cili është. Jo, problemi kryesor është sepse në 2001-shin, kur shqiptarët e Maqedonisë heroikisht morën armët dhe u rebeluan ndaj një shteti apartheidjal, që vazhdon ende të vijojë si një shtet apartheidi ndaj shqiptarëve. Po prit pra po ta tregoj tash, po e sjell vetun ç'a do flas tani, se nuk do të marr leje. S'ka problem. Këta nuk dolën, nuk morën armët për të bërë element shtetformues, zotëri. Këta morën armët për të shkputur dhe për të bashkuar në tezën e Bashkimit Kombëtar. Por ishte Ali Ahmeti që unë burte lart e poshtë nëpër parlament dhe nëpër çdo studio televizive, që unë ja arrita të bëhem element shtetformues në shtetin Maqedon. Dhe ky është problemi. Kjo është një bisedë që ne mund ta bëjmë te Inter. Edhe këto djemt dalin dhe vazhdojnë me slogane për të kërkuar gjuhën. Po me Vlani kaq ka në dorë, kaq ka mundësi. Ka në dorë edhe më tepër. Po çfarë të bëj të dalë të vrasë Ali Ahmetin që ka atë? Jo, më çat vrasë. Jo, më çat vrasë. Çfarë të bëj? Zi e kemi Ali Ahmetin. Jam thuaj. Do vjen edhe në Tiranë. Ose të tjerë, të Miçkovski. Mbylli fushatat. Kryeministrin. Ai s'është djalë i ri, ai nuk do të harroj aspiratën tonë më të madhe kombëtare, që është Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Këtë nuk do të harroj. Në shtetin e tjetrit nuk mund të konsiderohesh kurrë si vendas, pasi ja ç'a ndodh. Kemi një shtet apartheidi që nuk lejon të flitet gjua dhe të shkruhet gjua, të paktën në institucione. Çfarë kërkohet më tepër që këta të artikulojnë tezën nacionaliste? A mund ta pyesim me Vlanin, a ju ndihmon studentët, a ndihmojnë studentët nga faktori politik shqiptar, nga politikanë shqiptar aty? Kjo është gjëja që duhet të themi ne, se po e futu me Vlanin këtu dhe në tavolinë e torturuam. Ose është problem politik. A ju kanë ndihmuar faktori politik aty? Dhe aty kuptohet, pastaj po si kanë ndihmuar që thot Batoni është herë 1000. Po. Çka mund unë të them si një ri, si një student, është që ka ngecje dhe mangësi, por të gjejmë fajtorin këtu do na lëj vetëm pas. Dhe për këtë arsye ne kemi thënë shpesh herë me kolegët tanë, ne duhet të jemi dhe ne jemi brezi i cili do rregulloj çështjet që brezi i ri t'i gëzoj. Nuk mundet çdo 10 vite ne të bëjmë 2 hapa para e pastaj 3 hapa pas. Dhe kjo është realiteti që ndodh të na në Maqedoninë e Veriut. Në vitin 2026 ende bisedojmë problemet gjuhësore. Sa i përket atyre që thatë për shtetet shqiptare, shtetin e Kosovës, të paktën mund të them për këtë rastin konkret që jemi flasim për një provim të jurisprudence, unë kam kontaktu 2 vitesh, kam shkruar email të gjithë përfaqësuesve të cilët ishin të lidhur aso kohë me qeverinë. Nuk morën përgjigje. Edhe pastaj i shkruaj të email ambasadorit të Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, zotin Mejdani, dhe ai na mundsoi takime me përfaqësuesit. Jashtë asaj na mundsoi takime me ambasadat e huaja në vendin tonë. Na mundsoi takim me presidentin e shtetit, i cili neve na takoi në vizitën e tij në Maqedoninë e Veriut, ai na takoi, ndajti kohë dhe ngriti çështjen e kërkesës sonë. E ka edhe shumë më tepër se kjo, të cilat nuk mund t'i flas, sepse merren tendencioze dhe keq përdorën. Po ajo që është realitet është që ende jemi në një fazë frike kundrejt neve. Unë si një i ri, po ju tregoj realisht, kur e kemi shpall këtë, kur e kemi marrë këtë iniciativë, unë jam marrë disa në stacione policore, jam bajt 2 orë aty brenda. Jam marrë në pyetje. Kam pyetur shërbimet sekrete për mua. Tash, sot nisim për në protest, dalemi nga policia pa asnjë arsye, sabotime. Këto janë realitetet të cilët ne i hasim, po fatmirësisht është zhvillu ky brez i ri në një formë, është bërë pak më i zëshëm, edhe sot në protest kishim së paku do them 2000 studentë aty edhe së paku 1000 nga vëllezër e motra që kishin ardhur të na përkrajnë aty. Ne duam ta mbajmë kështu të pastër dhe për këtë arsye është e vështirë të gjejmë atë fajtorin, për sa i përket Shqipërisë, keni një ambasador ekstrem të zëshëm këtu që nuk i frikët përballjes.
në Maqedoninë e Veriut. Ne bile se kemi patur... Pra ju keni patur mbështetje nga Shqipëria? Po. Në majcat tona ne kemi patur sloganin e ambasadorit printu. Boli Shqipotaj. Me dialektet të varqe, po ishte ambasadorit. Tani, Mevlan, unë do të pyes ty... Mevlan, unë do të pyes ty, a është kjo një protestë e izoluar, apo është një fushat me gjerë kundër përdorimit gjuhës shqipe në Universitetin e Maqedonisë Veriut? Se më shumë se kaq ndoshta është. Se kjo që bëni ju për... Shka parë sot, gjithsej kemi patur rreth 400 nënshkrime nga studentët e juridikut, sepse flasim për një provim që u takon studentëve të juridikus. Ne ishim aty 3000 veta sot. Populli e shek këtë që na bëhet dhe të këtij mos pajtim. Ne detyrimisht duhet të ecim para dhe të kalohet kjo albanofobi nga institucionet tona. Domethënë duhet të them që u ngjej ajo revolta qytetare që ndoshta e kanë ata të paktën brenda vetes. Mevlan, e di dëshiren tënde për të mbrojtur drejtën që të takon, por turoj që të mbash këtë entuziazëm dhe të krijosh një frymë e cila është bukur shumë e ngulfatur në Maqedoni. Turoj për guximin dhe mos prit shumë nga politikanët, për arsye se arsyeja pse ti je në protest janë ata. Dhe arsyeja pse ti je në protest janë kompromiset e rrugëve që janë politike dhe nuk janë zgjedhur me kushtetut dhe me ligje. Dhe ndonjëherë këto kompromiset që janë brenda politikës e humbin esencën e atyre pse janë brenda pushtetit. Është lajm i gëzuar që ka një protest, por mos harro që fryma toksike që është në Maqedoni për momentin, është bukur shumë e rrezikshme. Kisha lutë për kujdes dhe për faktin që një acarim nga Kumanova deri në Strug është bukur shumë i shtresuar, edhe është i shtresuar prej kohësh. Edhe unë po thëmë një prej strumbullarëve kryesor të pafëqësisë e shqiptarëve është Vleni dhe një i cili në një mënyrë apo tjetër vetëm e përcolli për fundin e keq të politike se shoku tem Ali dhe i cili nuk arriti ta kurorëzoj një pushtetat gjatë me duke ja hequr këto halle juve që nuk ishtë dash t'i keni. Se është turp t'i keni këto halle në vitin 2026. Po nuk ka qeverisur Vleni jo, Baton. Vleni 2 vite ka që ka qeveris. Nga 2000, kur erdhën, 2000, pas lufte, pas 2001-shit. Pas 2001. 22 vite BDI-a dhe shoku i Ali. Shoku Ali më mirë. Shoku Ali. Këto janë problemet të mbartura. Nëse do jemi korrekt, duhet i themi se kush i ka krijuar. Ka krijuar ai që ka... 2021. Veni tani ka ardhur. Nuk e hoqi... A jep një pasaporta shqiptare të paktën atëherë. Po? Unë vetëm po të thëmë që vllatë kanë ra hallët në këtë moshë që ishtë dash, tash i është knatësin dhe mirëqenjen, por mos prit shumë, edhe pse është mosha jote e re, por në këtë moshë me gjitha të kryohet frym, kryen frym të ata të cilët kanë fjetur prej kohësh, edhe prindrit, edhe motrat, edhe vëllezrit në përgjith këto vise, dhe po është ajo që unë e kam dhimbje për... Fajtor janë shumë, nuk mund... Edhe për atë se ka shumë fajtor, nuk kërkoj fare ta gjej, po më mirë është të fokusohemi, ta gjejmë një zgjidhje që do na përshtatet të gjithëve dhe të vazhdojmë ashtu të ecim para. Të paktën që fëmijët tanë të jesin të barabartë. Me vlan, desha me thënë vetëm si të fundit, nuk është çështja një provimi juridik, është çështja e një të drejtë politike. Dhe atë drejtë politike nuk e keni. Javë kanë marrë. E shumë e vërtetë. E vërtet më shumë.
S'është çështja një provimi juridik, ti e ke një arsye. Arsyeja e provimit juridik është halli jot, që ti e sheh si njeri i cili në një moment nuk mund të realizosh në drejt, po janë edhe 500.000, 600.000 shqiptarë aty, të cilët nuk e realizojnë të drejtat e tyre. Se cili çfarë do t'i thoni me Vlanit? Me Vlan, mbi të gjitha na kënaqe me gjuhën tënde shqipe aq të bukur. Flet shqipen shumë më bukur se ne. Edhe me të vërtetë në raste të tilla gjithkujt i nxiten ndjenja patriotizmi, nacionalizmi, po sinqerisht gjatë paktën për janë 200 vite, ndoshta çik më shumë, pjesa shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë për arsye të njohura historike kanë qenë pjesa zemra e nacionalizmit shqiptar. Dhe unë shoh një brez. Do vini të na mbështesni si ne që erdhëm në 81-shin. Dhe unë shoh po të njëjtin brez, po të njëjtën entuziazëm, ju mbështes pafundësisht, keni drejt, nuk duhet të pezmatoheni asnjëherë, lirit nuk fitohen duke qëndruar në shtëpi, lirit fitohen me gjitha mjetet demokratike. Unë besoj që jeni në rrugën e dur, në qoftë se sot keni pak mbështetje politike, qoftë nga Republika, nga forcat politike të shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë apo në Shqipëri, jam i bindur që nesër do keni më shumë. Vështirë të themi, po është krenari, nuk ka asgjë më të shenjtë se sa të luftosh për gjuhën tënde, dhe do ta fitosh. Po vështirë është këtë ndodhë kjo kështu. Do ta fitojnë, se s'kam pas asgjë para 10 vjetësh, para 15 vjetësh. Prindërit tanë kanë qenë në protestat e Kosovës, protestat studentore, edhe na i presim studentët e Kosovës që të rreshtohen këtu krahuneve. Po, kërkojnë solidaritet. Ju dhe gjithve. Keni drejt. Diçka që unë u a them miqve të mi në biseda private, po kam kënaqësinë që ta them edhe publikisht, është sigurisht batut, shaka, por për mua ka një të vërtet që e keni demonstruar sot që më të mirë se ne, shqiptarët e Shqipërisë, dhe se shqiptarët e Kosovës jeni ju shqiptarët e Maqedonisë, dhe jeni më të mirë, u të paktën nga përvoja ime personale, jeni më të mirë gjithë jetën për gjuhën, kanë luftuar për gjuhën gjithë jetën. Dhe nuk kishte pamje më të bukur se sa protestat me flamuj kuqezi sot. Dhe besoj se të gjitha redaksit këtu në Shqipëri dhe të gjithë gazetarët i keni me vete për t'ju raportuar për çdo gjë që ju do të bëni. Sa herë ndodhin demonstrimet të një vale nacionaliste, patjetër që elektrizohemi edhe në Tiranës, ku nacionalizmi është kthyer, do të thonë apo është harruar, është kthyer në një kozmopolitanizëm që nuk kuptohet në këtë Ballkanin tonë. Strehen e maskareve, thuja. Patjetër, hera herës. Dhe unë ju falenderoj që të paktën na dhuruat disa pamje të jashtëzakonshme nga Shkupi, mos harrojmë që Shkupi është vatra e nacionalizmit shqiptar, dhe vijonin rrugën që keni zgjedhur deri në përmbushjen e pikave që kërkoni. Sigurisht që gjua është e drejtë legjitime, por mos harro. Mos harro asnjëherë. Mos harro tezën e Bashkimit Kombëtar. Në qoftë se vërtet... Na e prishet në momentin final, e? Aty... Te Bashkimi Kombëtar. Te Bashkimi Kombëtar prishet gjithmonë, si ka mundësi. Edhe njërë po mundët që të përshëndetemi me Vlanin dhe të themi, thot dhe i dy fjalë vazhdoj... Mos harro tezën e Bashkimit Kombëtar, sepse në një shtet ku gjithë shqiptarët janë bashkë, nuk do kemi probleme gjuhë. Do kemi vetëm prosperitet. Vetëm kaq. Me Vlan, fjalët e tua të fundit dhe a do të vijoni? Jo, normalisht që do vijojmë, do përshkallëzojmë, normalisht do në formën më pakësore që mundin. Unë ju falenderoj gjithëve që mbajtët kohë dhe të komentoni mi këtë çështje, du të jemi shumë patriot çdo herë, edhe gjithashtu të gjithëve ju pres që të mirni pjesë në protestën tonë të radhës, me gjithë se telefoni, bie dhe telefoni. S'ka problem. Studentët e Kosovës dhe Shqipërisë, kështu që ju falenderit edhe një herë për mbështetjen dhe për krahjen. Ne të falenderojmë shumë që na ndihmove në emisionin tonë në mbrëmjen e sotme dhe urojmë që të keni sukses në të zgjidhet ky problem. E vështirë është, siç janë të vështira problemet e shqiptarëve. Sidomos shpresojmë që në Shqipëria dhe Kosova të vazhdojmë me përkrahjen e tyre. Faleminderit dhe natën e mirë bash. Faleminderit. Faleminderit, natën e mirë. S'na tha fizionomin, se si duken ato të Vlenit. Bazon i dhe të ky problem, ky është një problem i veçuar e ti, është në gamën e madhe të problematikave që kanë frakturat partijake. E para, politika shpesh lufton me mullin të erës dhe jo për problemet fare të vërteta dhe fare të thjeshta. Në ta s'lejojnë të flasë Shqipë. Para,
S'ka më keq. Në Shqipëri dhe në Kosovë ka shumë pak njerëz që njohin problemin e Maqedonisë. Me vërtet është. Vërtet. Dhe mundemi me fol fjali që janë retorike këto, por esenca e problemit është serioze, Ylli. Qertë. E para, shqiptarët e Maqedonisë një kohë gjatë, sidomos në Jugosllavi, kanë ruajtur identitetin përmes fesë. Dhe e dyta, shqiptarët e Maqedonisë esencën e problemit dhe kanë në arsim, në kulturë dhe në të gjitha elementet të cilat bëjnë me mirëqenjen. Do më thënë, i gjithë buxheti i shtetit Maqedonisë është diskriminues për komunat shqiptare, edhe pse shqiptarët kontribuojnë jashtëzakonisht shumë në buxhetin e ekonomisë. Dy shtetet më shumë bëjnë problem në Maqedoni, edhe Shqipëria dhe Kosova, se sa krijojnë hapësirë për të ndihmuar. Tash keq shumë, fatkeqësi kjo gjë, po tash problemi është kryesor është që Maqedonia është tampon zona kryesore e Ballkanit. Parasysh se konfliktet në Ballkan, edhe në vitin 1905 ka qenë protektorat Maqedonia. Maqedonia është baza, ose edhe është tampon zona për mi mbrojt konfliktet e tana shteteve, çfarë është Bullgaria, Greqia, Serbia dhe Shqiptarët. Kur flas Shqiptarët, mendoj që shqiptarët e Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë, dhe Shqipëria nuk e ka përjetuar këto shumë, por Kosova dhe Maqedonia e kanë përjetuar bukur shumë konfliktin me këto shtete. Dhe Shqipëria është gjithmonë e mbrojtur. Unë kam përshtypjen që edhe Shqipëria dhe Kosova duhet të mësojnë më shumë për Maqedoninë. Por së pari këtë duhet të bëj politika. Natyrisht. Politika. Dhe ministritë e jashtme atje, edhe këtu, e kanë interesimin më të vogël të mundshëm. Dhe dorën zemër, edhe kur e ngjesin dorën, i japin përkraje pa kushte. Dhe kur japin përkraje pa kushte, i afrojnë shumë me pushtetin, dhe ky afrim me pushtetin, pastaj e lën gjitha infrastrukturën në rënoj. Dhe këtu janë këto pasojat. Pastaj vjen një kryetar i Tetovës brenda Vlenit, pastaj vjen një kryetar i Çajirit brenda Vlenit, pastaj vjen një tjetër i Gosivarit brenda Vlenit, dhe e ndërtojnë bërthamen jo politike, bërtham individësh që janë brenda konceptit të Mickovskit. Dhe ti e ki tani një BDI e cila është shkërmoq. Dhe Vleni ç'a bën? Fiton në gjitha zonat me votën maqedonase dhe pastaj nënshtrohet një koncepti. Dhe kur i nënshtrohet një koncepti metet pa lider. Ma thuni me çka përfaqësohet Vleni sot? Sakt. Dhe prandaj kemi këto probleme. S'ka kush i mbron djemt e ri. S'ka kush ndërton politika. Dhe një koncept i korruptuar i BDI-s në vitet e fundit ka mbaruar se funksionuari. Dhe tash është këtë BDI-a është sigur, sot e kam shkruar, sigur ai Dordolecin e Ara, që veshet për t'i trembur sorët, por jo asgjë më tumbë. Unë nuk e di se ka do të shkoj, por përvoja ime me Maqedoninë, është thellësisht prej vitit 98 derin kur është kry lufta në Maqedoni, se Maqedonia, shqiptarët e Maqedonisë kanë bërë gjën po themi ma patriotike me shqiptarët e Kosovës. Të gjitha armë për EUÇK-s kanë kaluar nej nga Shqipëria dhe nga Kosova. Po përtej saj, dhe më thanë, në konfliktin 2001, ata kanë qenë pa fuqishëm ta fitojnë luftën me Maqedoninë. Falë Kosovës, ajo luftë është fitu. Edhe njerëzve në Kosovë. Nderuar teleshikues, tu e përfundojmë emisionin tonë për mbrëmjen e sotme
Besoj që na keni ndjekur, pavarësisht obligimeve që kishit për festën e ditë dhe njëri rëmgëzuar. Do të shifemi ditën e njëjtë. Faleminderit nderuar. Faleminderit. Faleminderit. Natë e mirë.